Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Xhibani i kërkon falje publike Gjestit dhe i bën një dhuratë. Ish banori i shumë përfolur, Xhibani ka befasuar ndjekësit me një qëndrim publik të qartë dhe emocional, duke shpërndar një mesazh ku tregon se është duke votuar masivisht për finalistin Gjesti. Në një postim të ndarë në Instagram, Xhibani jo vetëm që zbulon votën e tij, por e shoqëron me një tekst që rrëfen shumë më tepër se sa thjesht një preferencë televizive. Tash që e dogja finale në shenjë proteste për Uzaren e hedhur në pishinë, besoj kam të drejtë të votoj për cilin ma don shpirti. Por pjesa më e ndjeshme dhe më e komentuara e deklaratës është padyshim dedikimi i tij personal që shkon thellë për te lojës. Gjesti, të faleminderit për urimin për babën dhe më fal për sa herë kam ram qaf me të padrejtë. Këtë moment reflektimi Xhibani shoqëron me një pranim të ndershëm të dëshirës së tij fillestare për të fituar vet. Kisha dash me fitu vet, ama nga këta që kanë ngel aty më dukesh më i miri për çmimin e madh. Dhe për ta përmbyllur ai nuk lë vend për dilema apo spekulime. Për hajër dhe hajde me gjallë. Një urim që vjen nga zemra dhe që e bën të qartë se Xhibani preferon si fitues Gjestin.